Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një pyetje. Dikush kërkon faljen tuaj. Por ju çfarë do të bëni? Pra, si do të reagoni? Do ta falni personin që kërkon falje? Pyesim tarot. Ju jeni një person shumë i fuqishëm, në infinit, keni energji dhe qëllimet tuaja doni t'i çoni deri në fund. Jeni një person shumë pozitiv. Shumë doni t'i ndihmoni njerëzit në nevojë. Por jeni të lënduar nga një histori. Keni marrë vendime. Dhe jeni prapë të menduar, keni hequr këtë fashën nga syt dhe mendojeni, dhe pse jeni të lënduar. Ta falni apo mos ta falni? Por tek pjesa e sinqeritetit, ju jeni një person shumë i sinqert. Ju marrëdhënie që doni të krijoni në jetën tuaj, doni shumë të sinqerta, keni themele të sinqerta në jetën tuaj, sepse ashtu jeni rritur, keni pasur një marrëdhënie shumë të fortë me një pjesëtar të familjes, kur keni qenë të vegjël. Dhe tani që jeni në një periudhë rritje, doni që çdo marrëdhënie, jo vetëm shoqërore, miqësore, por dhe marrëdhënie sentimentale, ti keni në baza të sinqeritetit. Merrni një lajm nga ky princ, një lajm paqe. Dhe pse në beteja që keni pasur, keni thënë po marr gjërat e mia dhe po largohem nga kjo histori, ju vjen ky lajm. Lufton shumë ky person për t'ju sjell përsëri ato gjëra që ka prishur në këtë marrëdhënie. Dhe ja arrin qëllimit. Juve thot do ta falni këtë person, ton tarot. Do ta falni dhe do të keni një falënderim dhe një mirënjohje të fortë universit për këto asë mrekullueshëm që do t'ju vinë në jetën tuaj. Sepse ju jeni një person shumë një mbret i shpatave, që keni fuqi dhe komandë. Jeni një person shumë familjar, që doni familjen, ta ndërtoni, dhe pse ndonjëherë ka pasur dyzime në jetën tuaj, duhet të hiqni fashën nga syt dhe të flisni intuitës tuaj të brendshme. Ju do të filloni një kapitull të ri dhe personin që ju kërkon falje do ta falni. Pra, do bëni atë pjesën e faljes shpirtërore. Dhe në jetë, sa më shumë të falësh, aq më shumë do gjesh paqe dhe qetësi. Me kë rezonon kjo energji? Me britsjafin, me luanin, binjakët, shigjetarin, dashin, peshoren dhe bigjëreshën. Më falni. Dhe ujorin. Më falni. Kurse me pjesën e gërmës së parë të alfabetit, me gërmën K, me G, T, O, A, H, E, I, M, C, Z dhe Zh. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.